ofron, do thotë, ofertë turistike që nga pika kufitare, kur vini në Ulqen, deri në dalje nga Ulqeni, do thotë, që nga liçeni i Shasit dhe qyteti i vjetër i Shasit, i cili shumë pak i njohur, ndoshta për kosovarët, duke vazhduar me plazhin e madh dhe plazhin e vogël që janë më të njohura për Ulqenin, për kosovarët, por në anën tjetër kemi plazhet e Pyllit të Pishave, Xhiri i Valdanosit, plazhet e Kruçit, të gjitha çdo vit shumë më interesante për të gjithë. Dhe ato që e kemi vrejtur është Ishulli Ada dhe për rininë e Kosovës, çdo vit është shumë më interesante, sepse ajo mund të themi është një bukuri e paprekur dhe një përjetim i Bregdetit pak më ndryshe. Karakteristik tjetër është për rininë që plazhet jetojnë 24 orë, duke filluar nga mëngjesi me rezitje, apo kush është adhurues i adrenalinit me sportet e ujit, me kitesurf, dhe me ato ndodhit e mbrëmjes, apo manifestimet që organizohen në plazhe, në jetën e mbrëmjes, sidomos dhe në pjesën e plazhit të vogël, ku është zona e të rinjve, dhe kjo është ajo, do të thotë, natyra ka qenë ajo që Ulqenit i ka ofruar shumë, sepse përveç aty në bukurive rëra është edhe shëruese, ajo që ne e themi uji i plazhit ofron shumë dhe një numër i madh i fëmijëve. Vinë edhe për përfitime shëndetësore. Edhe për përfitime shëndetësore, por edhe ajo që, do thotë, ato notimin e kanë shumë të lehtë ta mësojnë në plazhin e madh, po edhe atë të voglin. Ana tjetër është që çdo vit kemi rritjen e kapaciteteve dhe përmirësimin e ofertës turistike dhe më kryesorja është tradita ulqinake, mikpritja, dhe jam e sigurt që secili nga ju që keni qenë në Ulqen, ndiheni si në shtëpinë tuaj. Do të thotë, siguria është ajo me të cilën ne mburremi dhe mikpritja. Dhe jam e sigurt që edhe këtë vit do të jetë ashtu, edhe pse vitin e kaluar e kemi ndjerë pak mungesën apo një rënje të numrit të mysafirëve nga Kosova, gjë e pritur për shkak të liberalizimit të vizave. Dhe kjo do të vazhdojë ndoshta edhe këtë vit, por jemi sigurt që të gjithë, nëse nuk do të vinë t'i kalojnë pushime të gjata, Ulqenin do të vinë një vikend patjetër. Dhe ne ju mirëpresim të gjithëve. Normal që çdo vit kemi dhe rritjen e numrit të mysafirëve, sepse në Ulqen vinë nga e gjithë bota dhe e shpresoj që me të gjitha ato pjesëmarrje në panajire të ndryshme, kemi arritur që të sjellim që këtë vit e kemi një numër më të madh të mysafirëve. Por dëshirojmë që çdo gjë të shkojë si duhet dhe qëllimi jonë nuk është që mysafirët të vinë vetëm një sezon, por dëshirojmë që ato të jenë ashtu të mirëpritur që të na kthehen prapë, sepse ajo është suksesi i sezonit turistik. Pikërisht. Dhe e theksuam edhe më herët që çmimet pritën të jenë prej atyre, do të thotë, më të lira ku mund të akomodohemi vetëm për fjetjet, qoftë edhe deri tek ato për all inclusive. A kanë ndryshuar diçka çmimet marr parasysh që në krejt botën po përballemi me inflacion? Duke u nisur, thash, nga situata e cila është duke ndodhur në Ulqen dhe nga takimet të cilat pushtetarët, por dhe përfaqësuesit e organizatës turistike i kanë me afaristët, mendoj që të gjithë janë të vetëdijshëm që duhet të jenë konkurrent me çmime. Është fakt që nuk është çmimi ai i cili përcakton gjithmonë ato se ku do të kalojnë pushimet. Duhet ta shikojmë cilësinë se çka ofrohet. Por unë mendoj që dhe këtë vit jemi të sigurt që si për një numër të madh të qyteteve të Shqipërisë, por dhe më gjerë do të jemi konkurrent dhe do të dijmë të mbajmë të gjithë ato mysafirë të cilët e dojnë Ulqenin me zemër. Kemi, do të thotë, informata që nuk do të ketë rritje të çmimeve, do të jenë në nivel të vitit të kaluar, sepse dihet që edhe vitin e kaluar ka ndodhur një ashtu dhe ne duam të besojmë që ashtu edhe do të jetë. Uroj që të jetë ashtu, uroj që me pas